5 maj, dita e dëshmorëve është përkujtuar në qytetin e Korçës përmes ceremonisë tradicionale në varrezat e dëshmorëve. Në bustin e partizanit panjohur janë vendosur kurora me lule në shenjë nderimi e respekti për sakrificat e djemve dhe vajzave që dhanë jetën në moshën më të bukur për lirinë e vendit. Kurora me lule u vendosën nga përfaqësuesit e institucioneve qendrore e atyre vendore, si dhe organizatat e veteranëve e familjeve të dëshmorëve. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka theksuar se dëshmorët që prenë në këtë kodër të qytetit Korçës luftuan dhe dhanë jetën për dheu në bazë të një ideali, pa pasur asnjë interes vetjak, e pikërisht për këtë çdo 5 maj, vepra dhe sakrifica e tyre nderohen e përkujtohen me mirënjohje. Në këtë ditë të shënuar, një mesazh i veçantë u drejtohet të rinjve, të njohin historinë, të vlerësojnë sakrificën dhe të angazhohen me përgjegjësi për të ardhmen e Shqipërisë. Duke nderuar dëshmorët, ne forcojmë ndërgjegjen tonë dhe përgjegjësinë ndaj atdheut. Sot, përtej nderimit dhe kujtimit, kemi dhe një detyrim, të reflektojmë mbi atë që përfaqëson kjo sakrificë për të tashmen dhe të ardhmen tonë. Të ndërtojmë një shoqëri më të drejtë, më të zhvilluar dhe më të bashkuar, ku vlerat për cilat ata luftuan të mos mbeten vetëm pjesë e historisë, por të jenë udhërrëfyes në çdo vendim dhe në çdo veprim tonin. Le të jetë kjo ditë një moment që na bashkon të gjithëve në përgjegjësi dhe përkushtim ndaj vendit tonë. Një thirrje për më shumë dëshmëri, për më shumë solidaritet, për më shumë besim tek njëri tjetri. Në nder të dëshmorëve, le të punojmë çdo ditë për një Korçë dhe Shqipëri më të mirë. Një Shqipëri që respekton sakrificën, që respekton qytetarin, që ndërton të ardhmen me dinjitet. Lavdi jetës dhe veprës të dëshmorëve të atdheut. Nderim i përjetshëm për të rënët për liri. Të gjithë të pranishmit kanë vizituar më pas muzeun me fotografitë të rënëve, se dhe kanë bërë një ecje përgjatë varrezave të dëshmorëve në Korçë.